shoqëria shqiptare mendoj se ka nevojë për produkt cilësor. Dhe si e ndjen populli komedin, nuk ndjen asnjë lloj zhanri tjetër filmik. Sepse normalisht në Shqipëri po prodhon shumë filma, fatmirësisht kohët e fundit, por që pak kanë pas atë luksin të shkëlqejnë apo të dominojnë mbi të tjerët. Unë kisha fatin e mirë në të 4 filmat e mi, faleminderit Zotit dhe faleminderit publikut që më kam mbështetur, kam pas një lloj afeksioni dhe ndikimi për mirë në publik, sepse punoj gjithmonë me fabula të thjeshta dhe aktuale. Dhe me të qeshur përcjell dhe mesazhe që çdo kush në shoqërinë tonë ka nevojë, le të themi. Por mendoj që kulmin e karrierës time kam arritur me projektin Falli 1 dhe Falli 2, filmi që tashmë po prezantojmë dhe këtu në Fier, ku komedia apo rikthimi në atë nostalgjinë e çdo njeriu që ka ato vështirësitë e veta në jetë, por gjithmonë duke i përcjell me konotacion komik. Mendoj që këtu kam fituar zemrën e publikut në mënyrë të bindshme dhe duket që nga rezultati, sepse biletat ishin sold out 2 ditë para. Për ne ishte një surprizë, sidomos për Fier, sepse unë nuk kisha, për fatin tim kisha ardhur kurrë në Fier. Jo, kisha ndjekur disa rrethe përgjithsisht në filma të tjerë, por kurrë nuk kisha ardhur në Fier. Por sot kam kuptuar që kam bërë gabimin e jetës, që nuk i kam sjell filmat e mi, t'i promovoj edhe në Fier, sepse duket që ka një publik të uritur për art. Dhe më vjen mirë, domethënë në shumë qytete të Shqipërisë përveç Tiranës, po flas edhe Shkodra, për shembull, ishte një qytet që edhe mua ka surprizuar për mirë gjithashtu, sepse kisha një suport jashtëzakonshëm. Njëjtë si Fieri, domethënë kur shef të tillë Orex për produkte bio, të filma bio shqiptar, është do zemra mal me pak fjalë. Atëherë për ti